rikthyer këtu në studio pra pas pak minutave marketing dhe do të flasim siç e përmenda edhe më herët me avokatin, por edhe gjithashtu një goxha i mirë këtyre proceseve zgjedhore. Po flas për Valdet Hoxhën, të cilin tashmë e kam në linjë të drejtë për drejt. Zotëri Hoxha, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, Arta, faleminderit për mundësinë. Zotëri Hoxha, po e nisim pra me këto zhvillimet e fundit, procesi i rinumërimit të gjithë Kosovën. Tashmë ka nisur parregullësit më të mëdha se janë parë në Prizrenën, në Podujev. Si e shihni ju këtë proces të rinumërimit? Po, procesi i rinumërimit është një proces i domosdoshëm pas evidentimit të parregullësive dhe dyshimeve serioze për keqpërdorim të votave. Pastaj se si do të vërtetohet, se si janë keqpërdorur, se si janë bartur këto vota, se si janë transferuar nga një kandidat tek tjetri, kjo pastaj do të ketë pasojë edhe institucionale, edhe politike, e besa edhe juridike, sepse nuk mund të kaloj pa ndëshkuar në qoftë se gjithmonë duhet themi në qoftë se vërtetohet për te dyshimit bazuar mirë që dora e njeriut në këtë rast eventualisht komisionerët mund të kenë bërë këtë lëshim, po them taktik përderisa nuk vërtetohet nga organet kompetente. Pra, pas një evidentimi në masë të transferimit votave brenda partive politike, procesi i rinumërimit ka qenë rrugë një kashe pashmangshme dhe ndoshta duhet kjo fatkeqësi të shfrytëzohet për amandamentimin e ligjit, ndoshta edhe për evitimin e këtyre problemeve të mundshme në zgjedhjet e ardhshme, të cilat nuk e dim kur mund të jenë, po s'po mund ta përmend eventualisht prillin sepse jemi lodhur nga zgjedhjet. Po, dhe nëse flasim pra për këtë pikërisht duhet të ndalem tek kjo zotëri Hoxha, është përmendur pra që në rast se bëhet për këto çështjet e ndjekjes penale sigurisht ndaj komisionerëve dhe ata të cilët ishin të përfshirë në këtë proces, po flasim për shifra goxha të mëdha, pra për numra nuk janë qindra vota, por janë mira vota që janë diferencë pra për kandidatët. Si mund të ndikojë pastaj kjo tutje edhe në procesin në rrugën e tyre ligjore? Po shiko, dyshimet janë ngritur për vepra penale nga eks-personat, në këtë rast përmenden komisioner, po këta duhet ta vërtetoj prokurori i shtetit, pastaj eventualisht gjykata. Dhe nuk është pastaj shumë e rëndësishme sasia e votave, sepse neli 216 i kodit penal ka 2 paragraf dhe rregullon në mënyrën dhe cilëson, e kualifikon veprën penale në këtë rast të cenimit të votës, transferimit paligjshëm të saj, bartjes të saj, dhe pastaj bëndarjen edhe nga personat të tjerë, nga personat e komisionit qendror. Pra, duhet të ketë një hetim gjithëpërfshirës, jo vetëm që duhet të ketë, por është konfirmuar tashmë nga kryeprokurori i Prizrenit që i ka autorizuar policinë që të mbledhë informata, nuk mund të jetë ndryshe as në komunat e tjera, pra po besoj që do të jetë një proces i monitoruar mirë, do të grumbullohen informatat në kohë rekord, sepse këto janë të raportuara, pra janë gjatë rinumërimit evidentohen sakt, pra policia nuk e ka shumë të vështirë që t'i evidentoj këto shkelje, pastaj t'i dërgoj në prokurori, ku prokuroria duhet t'i intervistoj të gjithë të dyshuarit, të cilët duhet jemi të qartë janë dhe ata që do të intervistohen duhet jenë të presupozuar të pafajshëm, ka një parim bazë të drejtësisë, pra prezumimi i pafajësisë, e pastaj në qoftë se vërtetohet për te dyshimit të arsyeshëm që X personi, X komisioneri ka keqpërdorur detyrën e dhënë nga institucionet e shtetit, pra është keqpërdorur vota, është bartur vota paligjshëm, natyrshëm që duhet përballet me drejtësinë. Dhe drejtësia ofron përkundër pretendimeve të prokurorit shtetit eventuale që mund t'i ngarkojë dikën për keqpërdorim të votave, drejtësia ofron mundësinë që edhe ata që dyshohen të kenë mbrojtës dhe ata duhet t'i ofrojnë argumentet e tyre ligjore në mbrojtjet e tyre, pra janë parë procedurë si prokurori i shtetit, po ashtu edhe mbrojtja, dhe pastaj do të sheshohen në seancat gjyqësore dhe do të merret vendim përfundimtar. E rëndësishme të ketë një hetim gjithëpërfshirës, të ketë një transparencë në hetimin e këtyre rasteve, sepse në rastet e tilla mund të hedhen edhe baltë edhe të figurat saktuara të cilat edhe mund të mos jenë ndjeni fare që në emër tyre është bartur, hequr apo shtuar ndonjë votë, pra nuk duhet paragjykojmë dhe presupozojmë
as për kandidatët në këtë rast, por ata që do të intervistohen në këtë rast të dyshuarit që ende nuk i dim në zyrtarisht se kush mund të jenë, ka dyshime që mund të jenë komisioner, siç është përmendur nga akterët e ndryshëm institucional, por duhet jemi të kujdesshëm sepse vetëm pas një hetimi transparent, një hetimi ligjor në pajtim me kodin e procedurës penale, ato mund të jenë të dyshuara, pastaj do t'i nënshtrohen një procesi gjyqësor në qoftë se ngritet aktakuzë ndaj tyre dhe tek në fund qoftë se ka vendim gjyqësor të formës së prerë, atëherë mund t'i quajmë ata të dënuar. Pra e rëndësishme është procesin ne ta monitorojmë ne si shoqëri, po them, të evitohet një rrugë dy punë. Pra nëse ka ndodhur shkeljet, natyrshëm që duhet vihen para përgjegjësisë shkelësit e ligjit. Dhe në dytë të përdorim këtë rast që ti përmirësojmë sistemin për zgjedhjet e ardhshme kurdo që ndodhin ato që fatkeqësisht tek ne po ndodhin shumë shpesh. Po, dhe nëse flasim para se kalojmë tek zgjedhjet, zotri Hoxha, dua të ndalemi tek kjo çështja i përmendë pra edhe për transparencë dhe se mund të ketë ndodhur pra që dikush të ketë vendosur vota dhe jo domosdoshmërisht të ketë qenë i përfshirë dhe kandidati për deputet. A ekziston realisht kjo mundësi? Po mendoj, ekziston si mundësi, por sa mund tjetë që është përdorur këtë herë, sepse kanë qenë të atakuar vazhdimisht kandidatët për deputet, ata të cilët janë gjykuar për votat që kanë qenë pra në plus, mira vota. Shiko, vërtet është pyetje që nuk mund të merr përgjigje definitive, por duhet përgjigjemi në bazë të hipotezave. Pra në qoftë se shohim në këtë grup të deputetëve të cilëve janë minusuar tashmë pas rinumërimit votave, ka deputet që kanë me 10 mijëra vota, pra dhe votat e munguara tashmë pas rinumërimit nuk ndikojnë fare në zgjedhjen apo jo të tyre si deputet. Prandaj mbi këtë hipotezë unë jo në formë shablon si disa që i mbeshin me përgjegjësi, pa dashur me liru askënd, sepse vetëm prokuroria duhet ta thotë fjalën e vet dhe pastaj gjyqi, dhe ne do të flasim pastaj mbi bazën e fakteve, por me qenë se po hedhim hipoteza dhe po e shqyrtojmë edhe në aspektin politik, po them, për mua është pak e besueshme nëse një kandidat i ka rreth 30.000 ose 40.000 votave dhe nëse janë minusuar rreth 500 apo 400 vota, unë nuk e shoh si të mundshme që ai ose ajo ka kërkuar që t'i shtohen këto vota. Pra, mund t'jenë edhe në aspekt, po e them shumë thjesht, ndoshta në gabimin njerëzor, por me qenë se është konsideruar si në masë kjo dukuri, atëherën po besoj që edhe mund të ketë, sidomos një dyshim ka dhe duhet ketë një dyshim të arsyeshëm për pas një hetim të thellë, por nuk duhet prejudikuar dhe t'i baltosim të gjithë, edhe kandidatët, edhe komisionerët, edhe vëzhguesit, edhe partitë politike, edhe KQZ, sepse nuk dalim askund. Duhet në thelb të hetohet problemi, të evidentohet. Nuk është shumë vështirë të ketë hetim këtë proces, sepse ka një kronologji të veprimeve që parasheh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga emërimi i anëtarëve të komisioneve komunale, nga emërimi i anëtarëve të vëzhguesve, nga emërimi i komisionerëve në ditën e zgjedhjeve. Prandaj nuk është shumë komplekse hetimi i këtyre rasteve, sepse janë të evidentuara në raporte të plotësuara nga të gjithë kandidatët, dhe pastaj në qoftë se gjithmonë ligji mundson edhe të dyshuarve që të deklarohen për dyshimet që ngriten ndaj tyre. Dhe në qoftë se ndonjë prej tyre ka qenë ose po them kushtimisht ose i detyruar ose i është kërkuar apo x arsye tjera nga një kandidat, askush nuk janë ndalë të drejtën atij që të deklarohet para prokurorit të shtetit që këto veprime janë ndërmarrë për shkak të kësaj arsye. Pra, hetimi do t'i zvarë nëse dikush mund të jetë involvuar edhe më gjerë se sa ata që dyshohet që mund të kenë shtuar apo manguar vota për x kandidat, por e rëndësishme për ne është që të kthehet procesi në rregullsinë e saj, t'i kthehen votat qoftë edhe një votë vetme atij ose atij kandidati apo asaj kandidate që është hequr vota dhe të kthehet në binar të rregullsisë. Pastaj prokurori duhet luajë rolin e vet dhe unë po besoj që e them ne apo se tham ne,
prokuroria është aktivizuar dhe do të ketë hetim të plotë, sepse është çështje, nuk është çështje e thjeshtë, nuk është çështje e vogël cënimi i votës nëse vërtet ka ekzistuar, se kur them nëse vërtet ka ekzistuar, pa dashur të keq kuptohem për dikën që mund të thotë a nuk po e sheh, por në kuptimin profesional si avokat, si jurist, nuk mund të them që ka pasur shkelje përderisa ka një vendim të formës të prerë të gjyqësorit, por që me këmbgurtësi e mbroj qëndrimin që duhet të ketë një hetim gjithëpërfshirës, një hetim të thelluar, të detajuar dhe transparent mbi të gjitha, pavarësisht në fazën fillestare të grumbullimit të informacioneve, prokuroria është e kufizuar me të drejtë në ndarjen e informacioneve, sepse ka informacione ndoshta edhe konfidenciale që i hyjnë punë prokurorisë, por që nëse dalin në publik mund ta dëmtojnë zhvillimin e drejtë dhe transparent dhe të lidhshëm të hetimit. Po, dhe zotri Hoxha, nëse mbesim tek kjo, pra si ke parë se pas publikimit të votave ka pasur reagime direkte nga liderët partijak, të cilët pra disa prej tyre kërkuan hetim të thellë, disa prej tyre edhe komentuan për qëndrimet, po flasto edhe për Lumir Abdigjikun për qëndrimet e tij sa i përket këtij procesi. Si ke parë ti gjitha këto reagime të liderëve partijak? Ishin të duhura, të nevojshme, apo si duhet të shihen këto reagime? Shiko, është gjëja më normale reagimi i liderëve partijak citatet e tilla, sepse në listë zgjedhore kanë qenë kandidatët e partive politike, në krye të cilave janë liderët politik. Pra, thash në fillim të fjalës ime që ky proces mund të ketë epilog edhe me përgjegjësi politike, edhe me përgjegjësi institucionale, natyrshëm që edhe me përgjegjësi penale ndaj atyre që vërtetohet që kanë kryer veprën penale nga neni 216, eventualisht kualifikimet që do t'i bëjë prokurori i shtetit. Prandaj është në dorën e liderëve, është madje detyrë e tyre të reagojnë, sepse nesër do të kemi prapë zgjedhje dhe nëse ka ndodhur një proces, një devijim i tillë i procesit zgjedhor, natyrshëm që nuk do të jetë citate njëjtë të kandidatët të cilët nëse vërtetohet që ka ndonjë lidhje eventuale me komisionerët apo me X persona të cilët mund të kenë mbartur vota ndej nga njëri kandidat të tjetri. Pra është janë deklarime politike brenda normalitetit të detyrueshme, do të ishte absurde nëse nuk deklarohen liderët politik për këtë gjë, sepse shikoni, zgjedhjet prodhojnë kuvendin deputetët, cilët janë anëtarë të kuvendit të Republikës Kosovës, e cilët miratojnë ligje, e cilët rregullojnë jetën e qytetarëve të vendit. Pra nuk është një vepër penale e thjeshtë një X personi për një keqpërdrim të detyrës zyrtare që mund të ketë përgjegjësi individuale. Është një proces që gjeneron problem, që gjeneron problematika. Paramendoni nëse vërtetohet që një deputet është për shembull në thojza në ndërlidhje apo në bashkëpunim me dikën që mund t'i ketë shtruar votat, nuk mund të ketë kredibilitet ai deputet dhe ndoshta nesër mund të mos ketë nëse nuk vërtetohet përgjegjësia penale e asnjërit prej tyre. Përgjegjësia politike është e ndarë, keni parë edhe nivel lokal liderët, kryetarët e komunave janë deklaruar dhe kanë thënë që nuk do të kaloj lehtë kjo punë, pra sepse vetë ngritja si temë e kësaj çështje e ka ulë kredibilitetin e institucioneve të vendit. Po dhe pikërisht kredibilitetin e procesit zgjedhor. Po dhe pikërisht tek kjo, zotri Hoxha, sa ndikon një gjë e tillë në përveç kredibilitetit, pra edhe asaj, po sa ndikon tek besimi qytetarëve për të pasur një proces të drejtë zgjedhor? Po shiko, tash ju paramendoni situatën kur edhe nëse del një hetim me zero të gjetura dhe gjithçka vërtetohet që nuk ka pasur asnjë dyshim, nuk ka pasur vjedhje të votave, nuk ka pasur keqpërdorim të votave, nuk ka pasur transferim të votave, imagjinoni deputetët të cilët janë përfolur këto ditë me cilave janë zbritur me mira vota, nëse del në parlament dhe e kritikon një dukuri negative të qoftë qeverisë apo këtë rast nëse është i opozitës duhet ta kritikojë qeverinë, apo pavarësisht kësaj një dukuri
dyshuese, korruptive në aspektin e zhvillimit politikave shtetërore. Sa do të jetë i besueshëm ai para qytetarëve apo nga vetë kolegët në parlament. Pra e ka lënduar në thelb ky fenomen, po quaj fenomen sepse fatkeqësisht në këto dyshime nuk janë të parat në këto zgjedhje. Ju e dini, prej vitit 2010 tek ndej të paktën ka pasur disa dyshime serioze për mbushjen e kutive, për trenin bullgar e tjera. Por po besoj është momenti i fundit kur duhet kjo fatkeqësi të ndalet, të hetohet në mënyrë themelt dyshimet e arsyeshme dhe nëse shkojnë për te dyshimit bazuar mirë që janë konsumuar veprat penale të nenit 216 kodit penal, natyrshëm që ata që vërtetohet që kanë kryer këtë vepër penale duhet marrin hakun e tyre në kuptimin e sanksioneve penale dhe kjo pastaj në nivelin institucional dhe politik duhet përkthehet në disiplinë të hartimit listave, në disiplinë të kandidatëve kredibil, të kthehet edhe në një politik veprimi ku të identifikohen figurat të cilat të kontribuojnë në stabilitetin e zgjedhjeve, në stabilitetin e vendit, në krijimin e politikave aktive, në interes të qytetarëve, e jo e kundërta ende pa u zgjedhur të krijojnë mjegull, të krijojnë huti dhe të krijojnë procese ku barten votat dhe transferohen votat dhe vullneti i shenjtë i qytetarëve, edhe kjo mund ndikoj pastaj edhe në uljen e numrit votuesve, sepse çka nëse votën time unë kam dhënë për një X kandidat dhe ajo i shkon një kandidati tjetër. Pra është proces shumë kompleks, por hetimi penal do t'i zbarë shumë çështje pastaj mbi bazë të atyre raporteve. Partitë politike duhet t'i thirrin mendjes mirë dhe në lista kemi kandidat kredibil të cilët vërtet e bëjnë krenar në radhë parë partinë, pastaj edhe të zgjedhurit e tyre dhe qytetarët, dhe pastaj kemi kualitetin kuvend që mendojnë vërtet për politika zhvillimore. Nuk mendojnë vetëm për rritjen e numrit votave, vetëm për mundjen e kandidatit oponent brenda partive politike e kështu me radhë. Pra, është komplekse, por po besoj që është koha fundit që t'i jepet një herë mirë zgjidhje kësaj çështje në të gjitha aspektet, në aspektin institucional duke organizuar dhe kriju mekanizma kontrolli rreth nga ana e KSZ-s, sepse po shohim që nuk po funksionon. Ne gjithë ishim bindur që pas vendosjes së kamerave në qendrat e numërimit më nuk do të ketë manipulime të vota, po ja që dyshimet prapë ekzistojnë, shohim nëse do të vërtetohen. Pastaj gjithë kemi pasur dyshime të futjes të X personave në listë, të cilët nuk është që të gjithë nga 110 kandidatët kanë ndonjë kredibilitet lartë, pra të filtrohen pak a shumë partitë ta marrin seriozisht hartimin e listës. Dhe kjo është përgjegjësia pastaj politike, sepse mund bartet nga kandidati, mund bartet tek humbja besimit në parti dhe mund të ketë pasojë politike edhe lideri. Pra kjo do t'i hapë sytë edhe tek liderët politik, dhe natyrshëm për ata që dyshohen që mund të kenë kryer këto vepra penale, aty me ta do të merret edhe po të kishin vullnet, nëse vërtetohet që kanë kryer, pastaj po të kishin vullnet, më ata nuk mund të merren me procese të tilla, sepse kodi penal parashet dënime, sanksione penale, madje edhe me burg, natyrisht është kodi mjaft i ashpër kodi penal, dhe përveç kësaj mund të ndaloj edhe ushtrimin e aktiviteteve varësisht për pozicionit që kanë për periudha të caktuar. Pra unë po besoj që kjo që ka ndodhur është e keqe, natyrshëm, por po besoj që do të pas një hetimi të thellë dhe transparent do të ketë ndoshta një reflektim gjithë aspektit institucional politik e ligjor në kuptim të sigurisës, ngritjes së një sigurese më të mirë për zgjedhjet e ardhshme, kur do të mbahen dhe cilat janë rrallë pavarësisht asaj. Ndoshta ndryshimin dhe amandamentimin e ligjit në nenet caktuar. Po, dhe pikërisht tek kjo, zotri Hoxha, çka na pret për postin presidencial? Si mendon ti që çka do të ndodhë me gjitha këto zhvillimet e fundit, pra qoftë me zgjedhjet, qoftë me dakordimet politike, qoftë me gjitha këto, çka na pret sa i përket postit presidencial? Po, unë mendoj që edhe pas kësaj, edhe po mos ndodhte kjo situatë, është problematike shkuarja sërish në zgjedhje, për
shumë arsye, për shkak ndoshta buxheti dhe mund të kalohet sepse tashmë qeveria, partia që i ka dalë para dhe mund të formoj qeverinë, por u shty për shkak të procesit të rinumërimit. Dhe para e punës është mirë që sa më shpejt të kryhet rinumërimi, kemi një qeveri funksionale që t'i heq nga rendi ditës disa tema, si duke filluar nga buxheti, disa marrëveshje ndërkombëtare, sepse nuk e kemi luksin që të vendnumërojmë në kohën kur po vlojnë temat globale, kur po vlojnë kur janë bisedime intenzive për shembull SBA me NATO për Grenlandën, kur është tema Ukrainë, Rusi, kur është tema lindja mesme që fatmirësisht për momentin është stabile, kur ka tensione Iran-Izrael dhe ne nuk e kemi luksin që të merremi me ex-kandidatin që eventualisht dyshohet që mund të ketë jetërsuar vota. Prandaj duhet në kohë rekord të përfundoj numërimi i votave, formohet qeveria dhe të mendohet seriozisht zgjidhja pa alternativë për të shkuar në zgjedhje. Nuk duhet, sipas vendimit tim, këtë fazë nuk duhet të ketë në tavolinë fare tema shkuarje sërish në zgjedhje. Se kush do të zgjedhet, ai apo ajo, apo Vjosa Osmani, apo ndonjë kandidat konsensual, ka Kosova mjaft figura kredibile, politike, jashtë politike, se akademike, por edhe këta që janë aktiv, duhet gjetë një konsensus që vendit mos shkojmë në zgjedhje, sepse në fundit ne kemi pasoja, qytetarët kanë pasoja, askush nuk brengoset në fund ditës për imazhin e Kosovës, nëse ne vetë nuk e duam një gjë të tillë. Është i kaluar çdo limit i zvarritjes krimit institucioneve dhe unë po besoj që sidomos pas këtij fenomeni të zbulimit të dyshimeve të arsyeshme që mund të ketë tjetërsim të votash, unë po besoj që nuk ka akter politik që është komod dhe ndihet komod dhe i gatshëm që të shkojë sërish në zgjedhje. Duke plus shto kësaj edhe qetësinë e komunikimit prej zgjedhjeve të fundit në mes akterëve politik, pra nuk ka pasur sharje, nuk ka pasur fyrje. Atëherë po besoj që edhe mund të krijohen ura bashkëpunimi qoftë dhe të përkohshme në interes të institucionit të vendit, në interes të stabilitetit të vendit edhe të ecjes përpara të agjendës evropiane dhe nxënjes së hapit me partnerë ndërkombëtar. Po, dhe për fund, pra, zotri Hoxha dua të pyes edhe për këtë çështje në ftesën e Trump dhe sot pra që do të mbahet në Davos zhvillimet e fundit. Madje është paralajmëruar edhe një takim në mediat serbe mes Kosovës dhe do thot liderëve të Kosovës dhe Serbisë atje. Çka mund të ketë tutje, sepse ka një kohë të gjatë që Kosova ka mbetur peng në procesin e dialogut, po flas këtu pa asnjë zhvillim, asnjë takim të radhës. Shiko, ne jemi vend i vogël dhe nuk është hera parë që vendet e vogla nuk zënë vend qendror në tavolinat ku vendosen temat mëdha. Prandaj edhe i përmenda më herët që ne nuk kemi luksin që të merremi gjithmonë me numërime, me rinumërime, me zvarritje të institucione, me teke personale ndaj individëve të caktuar. Duhet në urgjente ti forcojmë, ti krijojmë dhe forcojmë institucionet, sepse në temat mëdha globale, në ndarje hiseve të mëdha të botës, vendet e vogla mund të jenë nëse mund të përfitojnë nëse janë unik, nëse janë në harmoni me politikat e partnerëve dhe miqve tyre ndërkombëtar. Nëse ne nuk jemi të gatshëm ta pranojmë një ndihmë që mund të jetë në tavolinën e Davosit apo në një X vend tjetër ku vendoset për ndarjen e rendit të ri botëror, nuk është thjesht që vendoset ulet dhe 1-2-3 ndahet rendi i ri botëror, por çdo politikë e krijuar çdo ditë duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj edhe vendet evropiane e tjera, është duke krijuar dhe rikrijuar rendin e ri botëror dhe ne duhet jemi shumë vizionarë si vend i vogël që çdo vendim i yni të jetë strategjik në harmoni me aspiratat tona për integrim Bashkimin Evropian, për vazhdimin e miqësisë dhe forcimin e miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po shihet që vazhdon të jetë edhe për shumë kohë lider botëror dhe përcaktues i politikave botërore. Prandaj është shumë e thjeshtë. Qëndrojmë krah partnerëve ndërkombëtar, ti formojmë institucionet tona, ti forcojmë ato çdo ditë dhe ti jemi të gatshëm 24 orë që ta përfitojmë ndihmën që na ofrohet, sepse po kaloj shansa, duhet presim vite, dekada pastaj deri në një rend të ri botëror. Unë po besoj që
temat e mëdha globale janë futur në kanalet e zgjidhjeve, prandaj në qoftë se ne nuk jemi të gatshëm që të përfitojmë nga këto situata dhe të jemi gjithmonë hapur dhe në krah partnerë ndërkombëtar, mund të kemi pasoja. Pra gjithçka pritet, ju e shihni që ka dhe deklarimet kopashkëshme të kongresistëve, të senatorëve, të grupeve ndryshme lobusë në Shtetet e Bashkuara që paralajmërojnë që mund të ketë një dokument obligues të presidentit Trump, këtë rast administratës së Shtetit e Bashkuara, që zgjidhet një herë mirë problemi Kosovë-Serbi, që të ketë një letër, jo non-paper, po të ketë një dokument që obligon njohjen e ndërsjellët, edhe pse ne nuk e kemi atë problem, por Serbia duhet të obligohet që ta njeh Kosovën. Pra ne duhet, nuk na pret askush të jemi gati ne që të na njeh Serbia. Ne edhe në kohën e Rambujes nuk kemi qenë mjaftueshëm gati për ta çliruar vetë vendin, por kemi besuar në forcën liridashe të SBA-s dhe partnerëve ndërkombëtar. I kemi besu në nënshkrimin zonjës Albright, presidentit Clinton, Chirac e kështu me radhë. Prandaj ne prap duhet besojmë sepse jemi në një linjë me partnerët tanë ndërkombëtar, jemi në anën e drejtë të vendeve të cilat kërkojnë stabilitet dhe kërkojnë një zhvillim normal të raporteve ndërkombëtare dhe një fqinësi të mirë, sidomos në vendet e Ballkanit Perëndimor ku bota demokratike e sheh si problematik në rritje, prandaj ata janë të interesuar që ta zgjidhin këtë çështje të Ballkanit dhe nuk ka sens që ne të merremi me krimin e institucioneve në afate që nuk mund të imagjinojmë, pra 1 vit, 2 vjet pa institucione. Prandaj duhet jemi të gatshëm thjesht që mos na zëm pa përgatitur ofrimi situatave të cilat mund të jenë lere ose merre, sepse mund të kenë pasoja pa gjate. Po. Dhe zotëri Hoxha, ju falenderoj shumë që ishit me ne dhe që i diskutuam të gjitha këto zhvillimet të fundit politike që janë goxha të rëndësishme kur flasim që jemi në një fazë goxha të ndjeshme dhe për vendin. Faleminderit shumë. Ju falenderoj edhe një herë për mundësinë, gjithatë mirë. Faleminderit gjithashtu.